Ndoron jetë në moshën 69 vjeç Debbie Nelson, nëna e Eminem. Debbie Nelson, nëna e reperit Eminem, ka ndruar jetë në moshën 69 vjeç. Sipas mediave të huaja, Nelson vdiq në 2 dhjetor, pasi ishte duke luftuar me kancerin e mushkrive. Lajmi për sëmundjen e saj u raportua për herë të parë nga mediat në muajin shtator. Eminem, i cili tani është 52 vjeç, dhe Nelson kishin një marrëdhënie të vështirë gjatë gjithë jetës së saj. Kur ai mori yllin në Hall of Fame, ajo e uroi publikisht. Marshall nuk mund ta lija këtë ditë të kalonte pa të uruar për marrjen e yllit, sa ajo të dua shumë. E dija se do të arija atje. Ka qenë një udhëtim i gjatë, shtoi Nelson në atë kohë. Jam shumë krenare për ty. Kujtojmë se babai Eminem vdiq në vitin 2019 në moshën 67 vjeç.